Jemi krejt në fund, por Elena dhe nga Llapashtica dua nga një fjali për një tjetër zhvillim jashtëzakonisht shumë aktuale të diskutuar, sepse di që të jeni secili të zëshëm në formën tuaj në rrjetet sociale, ka të bëjë me ngritjen e aktakuzës ndaj ministres Rozeta Hajdari në rastin e rezervave shtetërore. Elena. Unë të pare që kam reagu s'pari herë kur kam dëgju për këtë rast, mu më ka befasu jashtëzakonisht shumë, aja nuk do të ndodhë të këtu në Suedi, po e di që as në Kosovë për para s'ka ndodhë bashkë në këtë formë, pa asnjë respekt të procedurave, involvohet njeri civil që njohin dhe diskutojnë planin se ku mu ble malli për rezerva shtetërore. Kjo për mu është vetëm ajo email kam jaftu. Lare ma që malli së shtartë ende. Këtave që, sepse problem, menësia e Albin Kurtit është që procedurat janë aty si dekorim, sepse një shteti që është ndërtu prej njerëzve tjerë, që më meritoret janë ushtria çlirimtare e Kosovës dhe partit tjera, nuk është ndërtu bash ashtu si që kë e imagjinan. Dhe për mu po mendoj që pak aktakuza sigurisht ka marrë kohë të përpilohet për të qenë qëndrueshme, zakonisht kështu bëjnë prokurorët e përgjegjshëm që marrin kohën e tyre për të qenë aktakuzë që qëndran. Natyrisht që këta sekti LVV kanë me dalë me thonë për ndjekje politike anë e jeknej. Për ndjekje politike është ajo se çfarë i ndodh Hashim Thaçit. Për ndjekje politike është ajo se çfarë i ka ndodh Calit dhe Ujkut. Kjo për ndjekje nuk është, kjo është më mirë mbajt shtetin dhe për momentin e kemi vetëm prokurorin special Blerim Isufaj që është duke rujt shtetin dhe kushtetuten. Shpresoj partitë tjera të zgjohen sepse kjo qofje është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe kjo çfarë ka ndodhur në Mitrovic, kjo çaq shumë e dëmton demokracinë dhe institucionet, saqë unë nuk po kuptoj që njeriu mundet m'ia bë kështu vendit vet. Po, zotëri Llapashtica, ta falenderojmë Elenën që mos i marrë më shumë kohë se është lidhje direkte. Elena, si gjithmonë, faleminderit që je e gatshme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zotëri Llapashtica, pra sipas prokurorisë dhe sipas kësaj aktakuze, dëmi që është shkaktu buxhetit shtetit është dikon 3 milion euro, që është një shumë shumë e madhe. Me thonë drejtën përmes mediave dhe zyrtarëve kompetent që kanë qenë edhe ne kemi ndëgju ma heret, para sa shkoj me vite kjo çështja e rezerva çakime folë. Tash pa këtë shkuptim në qatë rrethona i kemi pas disa rezerva, po flas tash në periudhën e ushtrisë çlirimtare, jo të mëdha, po jemi mundu disa rezerva të vogla ushqimore për ndaj rast ekstrem me pas, që ka me thonë në besoj që s'ka koment për mu si qytetar dhe luftar një njeri kompetent i cili është i thirrën, nuk qëm pesh këtu, po është shqiptar dhe është i thirrën, i cili s'do parti qoftë, për me kriju rezervën shtetërore, për kumbin e vetë, shtetin e vetë, si minister shteti, edhe kontribon në qatë punën që shpo flitet, se deri sot nxirret një akgjëkim që thamë se dikush e merë shumë personale. Dhe me thonë, për mu nuk ka koment, unë po thamë që dënimet ma meritore në këtë vend, avokati është ma kompetent dhe ma profesionist, duhet të nërrohet kodi penale dhe mendoj duhet të forcohen dënimet për zyrtarët shtetënorë. Dhe me thonë, ai që i përfaqëson këtë vend me krejt këtë rrugtim, unë mendoj që duhet me konë shumë ekstrem rreth luftimit narkomanisë, prostitucionit, të vjedhjeve, edhe të ndërhyrjeve politike në sisteme. Se është bo sakrificën këtë vend, në shtet, po synojmë me him Bashkim Evropian edhe NATO. Nuk të pranon kërkosh me qëtu veprime, na po shohëm na për vene perëndimore, ku na po dujmë mu ullë në tavolin me ta që për një deklarat familjarit vetë, ose të bashkëshortit, ose të bashkëshortës, ministri largohet prej skenës. E jo me kom pjesë e këtyne, për mua është një prej veprimeve kushdo që e ka bo ma heret edhe tash,
Unë po të flas për veti nuk e kisha fol. Nuk jam në pozicionin ku marr mos Natyrisht, është mendimi juaj personal. Mendim qytetar personal. As nuk po them me vepru kërkush. E kuptojmë plotësisht. Avokat, 4 persona pra akuzohen për këtë vepër penale, por për neve natyrisht është e rëndësishme ministja, ajo që ka qenë ndjeni për gjithçka që ka ndodhur. Ajo pra sipas aktit akuzës ka shkelur autoritetin zyrtar, por gjithashtu edhe ka bërë zbulim të fshëtësisë zyrtare. Me çka mund të përballet e njëjta? E kuptoj që opinioni publik ka arsye që edhe për këtë çështje tjetër njofton sa më shumë, po është një proces gjyqësor i cili sigurisht në termin do të mbahet, edhe të shohim si do të ecë procesi gjyqësor në kuptimin e vërtetimit të dispozitivit të asaj akta akuze që është ngrit. Unë du me besu se akta akuza është ngritur mbi bazën e prova pranueshme dhe ka argumente në këtë drejtim të cilat do të provohen në gjykimin që do të mbahet për shembull në Departamentin Special të Gjykatës së Themelore në Prishtinë. 2 momente për mua janë shumë vendimtare dhe të rëndësishme si profesionist i kësaj lëmie të kohës gjatë ose 40 vjeçare. Nëse të akuzumit nuk mund të vërtetojnë faktin që mallrat e rezerve shtetërore me të cilat janë paguar parat nuk janë gjetë në kohën e hetimit në vendin e caktuar ku duhet, atëherë për mua ka vepër penale të pastër. Sepse të paguash parat buxhetit të shtetit, taksat e neve të gjithë dhe mos jetë malli i rezervuar për rezerva shtetërore në vendin e caktuar, atëherë për mua vepër penale është e kryer. Unë ndëgjoj shumë shpesh edhe opinione ndryshme juridike, jo kanë pas të drejtë të mos i tregojnë se është si zyrtare, jo s'di çka janë dokumente klasifikuar ku ta dijon s'di çka tjetër. Pavarësisht pikë këtij fakti, pretendues eventualisht mbrojtës ose diçka tjetër. Edhe ligji 28 se në ka të drejtë kërkush të bën deklasifikimin aty dokument përveç organit kompetent. Atëherë ku po mbetet hetësia, prokuroria, roli i saj si hetus. Edhe një pyetje tjetër. Duhet me kërku këtë deklasifikim shpejt edhe duhet me ndryshuar edhe ligjin këtë drejtim se nëse dikush tjetër ka të drejtë të shikojnë dokumentet deklasifikuar dhe rezerva shtetërore, kush është tjetër përveç hetësisë, organit shtetëror, organit akuzës. Kjo është shumë e rëndësishme sepse këtu i ka pa edhe një ndërmjetësues, pra një biznesmen që është zotri Ridvan, për cilin u komentua edhe për afërsitë që ka me lëvizjen vetëvendosje, pra sa është e lejueshme që ndohen këto informacione. Nuk po merr në me kualifikime jo janë këta ashtu jo në shtatë. Pyetja është se sa mund të ndohen shtetësitë në aspektin juridik, po vlas në aspektin juridik. Nuk guxon të ndodh paguhen parat dhe mos janë për shembull rezervë shtetërore në vend. Nëse kjo ndodh, atëherë duhet të rikuperohet citata, duhet të pastrohet citata, duhet të kthehen parë, duhet të shikohet çka ka ndodhur, tek ka ndodhur. Kjo është edhe më e dashur. Edhe një pyetje tjetër të fundit që na intereson shumë shpesh këto kontrata bëhen kryesisht me biznese që janë ose polake, ose turke, ose nga shtete tjera. Pse ndodhin këto? Është më e lehtë që të shihen këto ndoshta themi paregullsi që bëhen apo pa qëllime negative. Shteti polak e çek pjesa lindore është një pjesë kur për mendimin tim nuk ka kontroll efektive të organeve shtetërore në ato biznese, në ato organe të tjera. Pa të keqen në Turqisë që ka kontroll, po edhe nuk ka kontroll, ka vende edhe ku s'ka kontroll. Këto e bën me sigurisht me qëllime të caktuara. E dyta, nëse janë shkelë edhe procedurat e prokurimit, anëse kjo do të ndiqet në procedurë e prokurimit ndoshta me specifike të caktuara sipas ligjit të prokurimit, por këtë do ta rregullon ligji i prokurimit. Gjithmonë nuk do të thotë se është respektuar një ligj i cili mund të jetë në kundërshtim me aktin më të lartë juridik kushtetuesën dhe konventën ndërkombëtare. Ne kemi obligim në sistemin gjyqësor që në momentin kur gjykatari gjatë gjykimit të çështës lërson se një normë juridike ligjore është në kundërshtim me aktin më të lartë vendit, kushtetuesën dhe aktin ndërkombëtare, do ta ndërpres gjykimin edhe do të kërkojë interpretim të asaj norme juridike në gjykatë kushtetuese. E qartë. Ne ju falenderojmë shumë që ishit prezant edhe që ishit gatshëm të flasim për gjitha temat aktuale që po ndodhin në vend. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.